Rikthehemi pra në studio, mysafiri i parë, një njeri që ka kaluar shumë periudha të gazetarisë sportive, nga më të vështirat e deri në këtë periudhën ku po jetojmë tani. Edhe kam derën që kolegu im Azem Brovina më ka sjell 2 nga librat e tij të jashtëzakonshme të bëra për futbollin e Kosovës. Njëra është Futbolli i Kosovës 1919-2019 dhe tjetra 1945-1990, i pasuruar komplet futbolli kosovar, me histori, me shumë futbollist dhe shumë emra që një pjesë e tyre mësohen ndoshta edhe për herë të parë. Faleminderit shumë që je sonte me neve në Radio Dugaxhini. Faleminderit për ftesën. Dita botërore e radios. Fillimisht po du më ndal pak në aspektin personal dhe global, çka do thot radio për ty? Shkurt më thënë, radio për mua ka qenë një jetë paralele, atë që të gjithë ne e zhvillojmë, dhe një jetë tjetër paralele në radio. Do të thotë radio që institucion ka qenë shtëpia ime e dytë. Në te, natyrisht, kemi zhvilluar aktivitetin deri tash në pension dhe nuk jam, në të vërtet jam shumë i lumtur që kam punuar në radio në atë kohë, një prej mënyrave më të shpejta dhe më të sakta për të informuar dëgjuesit në të gjitha sferat, të rastin tim në sferën e sportit. Zëri jot ka qenë një dritar e informimit në atë periudhë dhe kolegëve tjerë, po zëri jot sidomos ka qenë një prej dritarëve informuese të asaj periudhe. Sa ka qenë e vështirë me operu në atë periudhë? Unë kam filluar në vitin 1970, në gusht e vitit 1970, me transmetimin e parë këtu në Prishtinë, me ndeshjen Prishtina Budućnosti i PS, rezultati 3-0, ka qenë ndeshja finale për Kupën e Jugosllavisë për territorin e Kosovës. Ajo ka qenë transmetimi im i parë, deri sa na dëbuan nga puna në vitin 1990, pastaj pas luftës kam vazhduar dhe kam transmetuar deri në vitin 2013. Gjithsesi janë 1282 transmetime. Por për mua shumë më rëndësishme është se tash më lehtë mund të bëjmë 1282 transmetime, se ka shumë ndeshje. Por atëherë kemi pasur vetëm një ndeshje në javë. Për atë në 1282 transmetimeve, 1120 janë nga vendi i ngjarjes. 1120 nga vendi i ngjarjes. Prej tyre 1111 në radio dhe 9 kam në televizion, sepse kam punuar pak edhe në televizionin e Prishtinës. Do të thotë nga vendi i ngjarjes janë 1120. E të tjerat pastaj kam punuar për shembull Premier Ligën e Anglisë në televizionin e Prishtinës pas luftës, kampionati i parë që pat marr ish drejtori Agim Zatriçi, më angazhoi dhe aty kam 140 e sa ndeshje të komentuara, por nga studioja. Për mua, si reporter i radios, nuk është dhe nuk mund të jetë një transmetim ose një komentim me të njëjtën ndjesi si nga stadiumi ose nga studia. Ndryshe është nga studia, ndryshe është nga stadiumi. Ndryshe është kur janë 30.000, 40.000, mos them edhe më tepër shikues në stadium, ndryshe kur je këtu në një studio si tuaj vetëm me një ekran përpara, natyrisht me atmosferën që vjen nga ku zhvillohet ndeshja. Por transmetimi ose komentimi nga vendi i ngjarjes për mua është numër 1. Është shumë shpesh, zoti Brovina, është diskutuar që radio eliminohet, radio bjen, radio mundet mos me sfidu televizionin. Po jemi të pa që në të gjitha sfidat radio gjithmonë kam jetuar. Kam jetuar radio edhe atëherë, mjeton edhe tash me gjithë përparimet teknologjike që janë bërë. Megjithatë, ka dëgjues të cilët nuk mund të jenë gjithmonë para ekranit, janë në situata të ndryshme, janë në udhtim, ndëgjojnë nëpër makina, ndëgjojnë gjatë një pune që bëjnë diku jashtë ambienteve, kështu që radio si institucion nuk mund të vdes, dhe natyrisht ka konkurrencë të madhe, sidomos edhe tash me rrjetet sociale, por nëse punohet me profesionalizëm, radio është shumë e rëndësishme. Radio është sepse në kohë reale, në sekond, mund të informoj, sikurse edhe më parë. Tash pak më parë se ka qenë
radioja shtëpia ime dytë kom punuar me zell edhe brenda zyrave, të them këtë ato punët administrative, por kënaqësia më e madhe është kur kemi dalë në terren dhe kemi transmetuar. Thash se janë 1120 ndeshje të transmetuara nga vendi i ngjarjes për mua, që mbaj statistika këto të gjitha i kam të shënuara në fletoret e mia janë 53. 53 fletore. Fletore ku janë të përfshira të gjitha këto transmetime 1282, por natë mes janë edhe 1120 nga vendi i ngjarjes. Sa kam unë informacion, ky është një rekord, ta them pa modesti, që vështirë është edhe të arrihet të ne në Kosovë, sepse ditë sotit jo, shansa s'ka. Shumica në mrena. Pa ajo është problemi, se vi bojnë mren, se prej studios edhe bëhen, edhe te i kalohet këtu, po prej fushës, që edhin një televizion për shembull ka pas kampionatin e Kosovës disa vjet, pastaj televizioni tjetër, kështu që ai numër i ndeshjeve që transmeton është shpërndarë te disa komentatorë, kështu që është vështirë të arrihet ky numër prej 1120. Unë kam të shënuar atë gjitha në fletore, ndoshta jo, po mund të jetë realisht këtë numër ka te kaluar vetëm Ismet Bellova në Radio Tirana, i cili 50 vjet e ka karrierën, ka vdek para një disa muajsh, në moshën 90 e diçka vjeçare, po për 50 vjet karrierë ai duhet të ketë sipas me rreth 1500 është komentime nga terreni, sepse atje shumicën e kanë bërë nga terreni. Mirë, po duhet ditur se në Shqipëri kampionatet kanë qenë më të vogla me më pak skuadra. Ka pas kampionat me 8 skuadra, ka pas kampionat me 10 skuadra. Në arenën ndërkombëtare Shqipëria një kohë gjatë nuk ka marrë pjesë, kështu që nuk ka ndonjë numër të saktë, e teprojnë pak Shqipëri me disa numra që japin për Bellovën, por ai mund në karrierën 50 vjeçare ka mund të ketë pak më shumë se këto 1282 komentimet, transmetimet dhe komentimet e mia, sepse unë për shembull në periudhën kur kam transmetuar prej vitit 1970 të këndej, ne kemi pasur diku 35 deri 40 ndeshje në vit. Kryesisht kanë transmetuar ligën e dytë ku kanë luajtur Prishtina dhe Trepça, her pas vllazënimi e Bishkënus dhe tjerat. Do të thotë aty kanë qenë 34 ndeshje, ndonjë ndeshje për kupën ndërkombëtare, rreth 40 ndeshje. Do të thotë për ti bërë këtë numër për ta plotësuar 1120 nga terreni ose 1282 në përgjithësi, duhen një 10 vjet ose 15 vjet. Minimalisht. Jo 10 vjet, një 30 vjet ose 35 vjet. Se 30 vjet ka 40 ndeshje, janë 1200 ndeshje. Do thotë mos më mungu kurr. Gjithmonë terren. Gjithmonë terren. Sot e kemi inteligjencën artificiale, është Google, informacionet janë qasshme shumë lehtë. Gjithçka shumë e thjeshtë. Mund është me pas krejt informacionet në desktop kompjuterit. Qysh keni dalë atëherë? Qysh keni marrë informacionet? Qysh keni marrë statistikat? Pa krejt këtu. Ka qenë fleta dhe kimiki. Në ato kurse që kanë qenë është dashur të përshtatemi. Kemi pasur në një koleg më të vjetër kanë pasur Esat Stavilecin, nuk di në shtatërit nuk e majnë mend, doktor profesor Esat Stavileci, akademik i ndjerë tashme, unë atë kam trashëguar direkt që thonë. Sepse Veli Vraniqi ishte duke transmetuar në Radio Prishtinë atëherë, mirë po e la futbollin, ka luajtur për me Tohin atëherë Lirin tash të Prizrenit dhe për Prishtinën e theu këmbën, ndërkohë u punësuar në Radio Prishtinë si reporter. Mirë po, në vitin 1970 është formuar televizioni i Prishtinës. Ka filluar punë në 75-ën, por në 70-ën ka filluar ajo bërtham më parë që përgatiste materiale këtu në Prishtinë, me toj prej një studio në Beograd, derisa u hap televizioni i Prishtinës 1975. Por në 1970 Radio Prishtina mbeti pa gazetar sporti, sa atë nuk ka pas shumë, një Veliu ka qenë. Edhe pa komentator, pa reporter. E angazhuan Esat Stavilecin, i cili ishte në shërbimin ushtarak në Mitrovic, që gjatë vikendeve
lirohej për të transmetuar, kurse mua më angazhuan që të shkoj me profesor Stavilecin, që e një praktikant të them, pak transmetosha, po pak, sa për të hyrë në punë. Kështu që profesor Stavileci pastaj me një tetor doli nga shërbimi ushtarak dhe shkoj në fakultetin juridik studente, u angazhua si asistent, pastaj është bërë profesor dhe akademik, por e la transmetimin, ju kushtu jetës profesionale akademike, e unë pastaj pas një 6-7 lojë që pata me profesor Stavilecin, fillova të transmetoj vetëm dhe kështu ndërtohet karrierë deri 2013. Cilat janë ngjarjet që gjatë karrierës kanë mbetë për zemër, që i fol me më shumë emocion se ngjarje tjera? Po ka shumë tash në këto 1000. Edhe që po flasim për 1000 kusur ngjarje. Po ndoshta se dihet që në futboll sukseset më të mëdha ka arritur Prishtina dhe Trepça. Trepça si e para ka hyrë në ligën e dytë, në ligën e parë të Jugosllavisë në vitin 1977-78 në atë kampionat ka luajtur, 76-77 është bërë kampion në ligën e dytë, trupi lindor, dhe pastaj 1977-78 ka luajtur në ligën e parë, 78 në maj edhe në finalen e Kupës së Jugosllavisë, ku ka humbur nga Rijeka me rezultat 1-0 në Beograd. Do të thotë ai ishte një emocion i veçantë, sidomos ndeshja e parë në Mostar ka qenë Velezhi Trepça 1-1, Trepça avancoi e para dhe diku një 6 minuta apo 4 minuta 86 Halil Hoxhiqi, qendërsulmuesi i njohur i Velezhit Mostarit dhe në ish Jugosllavi reprezentues atëherë, barazoi rezultatin në 1-1. Ai ishte emocioni i parë që një ekip i Kosovës po luan në elitën e futbollit jugosllav, bile edhe luajti shumë mirë, Trepça barazoi 1-1, megjithëse pastaj shkoi pak më mbrapsht dhe vetëm një vit luajti në ligën e parë. Ishte edhe karakteristikë se pjesa e dytë u zhvillua në dritën e reflektorëve. Mitrovica si s'kishin luajtur kur në dritën e reflektorëve, po ka pasur në 6:30 masditën 18:30 ka filluar ndeshja, pastaj pjesën e dytë u ndezën reflektorët. Ishte pak pengesë për lojtarët e Trepçës. Se mësu. Që aty filluan edhe me reflektor. Pastaj emocionet janë të lidhura pak më shumë edhe me klubin futbollistik Prishtina. E sidomos me Fadil Vokrin, që ishte prisje një gjenerate të artë që quhet tashmë, kur Prishtina hyni në ligën e parë dhe luajti 5 vjet. Mirë, po Fadili nuk ka luajtur 5 vjet për Prishtinën në ligën e parë. Fadili e ka futur Prishtinën në vitin 1983 dhe ka luajtur deri në minutën 986 kur ka shkuar te Partizani i Beogradit. Sido që të jetë në atë periudhë ka pas shumë ndeshje. Mu ka mbetur në kujtesë edhe një ndeshje para se të futet Prishtina në ligën e parë, sepse në Prizren ishte ndeshje vendimtare, Liria Prishtina. 2 xhiro para fundit të kampionatit. Në hapend ishte Sutjeska Prishtinën. Prita jo po rregullohet, jo s'po rregullohet. Jo, do ta tolerojnë që thonë tanë Shqipëri mos thënë një fjalë më të rëndësishme Prishtinën. Sido që të jetë 2-0 fitoi Prishtina, bile edhe Fadil Vokri në disa intervista ka përmendur këtë ndeshje si një prej atyre që i ka mbet kujtesë, i kujtohet shumë sepse ishte vendimtar. Se ka qenë çaq vendimtare. Për të plasuar në ligën e parë. Fitoi Prishtina me 2-0, Krasniqi dhe Vokri. Atëherë thëshim Vokri kush tjetër, pas Vokrit. Edhe fituan 2-0. Pastaj edhe para se me hyn ligë parë, ajo më ka mbet, se ishte ndeshje vendimtare, më ka mbet kujtesë. Pastaj debutimi me Dinamo në Vinkovcit, në atë ndeshja parë, plot stadiumi këtu 30-35.000. Tash Fadil Vokri stadiumi, atëherë ka qenë Fadili që dominonte në atë stadium. Pastaj një ndeshje mu më kalon përshtypje shumë me Dinamon e Zagrebit, tu ka qenë shumë interesante, me kthesa në rezultat, fituam 3-2, po Dinamo e ka qenë shumë e fortë. Në atë periudhë. Pastaj pak më vonë ajo ndeshja e shumë përfolur në Beograd kundër Crvena Zvezdes, që fituam 3-1, por pak kush ndoshta din sepse euforia të ngre. Prishtina s'ka luajtur atë ndeshjen e vet më të mirë. Ka pas plot ndeshje që ka luajtur futboll më të bukur, më të mirë. Mirë, po me atë lojë që e tregoj, Crvena Zvezda nuk i shfrytëzoi disa raste të veta dhe
fitoi Prishtina me rezultat 3-1 që ishte fest pas të gjithë kombëtari. Ko edhe tjera ndeshje shumë, por e kam edhe një kujtim zhgënjys nga ajo periudhë, që pas asaj ndeshje 3-1 natyrisht lojtarët e Crvenaz Zvezdës ishin që si thon për to. Shumë të deprimuar e të inatosur, ndër dije e kisha që diku do të marrin hakat. Diku në 1987, një vit para se mu largu Prishtina nga Liga, por 7-1 na kanë mujt në Beograd. Crvenaz Zvezda. Duke dashur, më thoi që të marrin hak para të humbjen që i korriti edhe në Beograd edhe në Jugosllavi. Ty librat e tua, faleminderit shumë që i solle shumë voluminoze, shumë histori e futbollit, po sot ka marrë kohë dhe sot ka qenë e vështirë me mbledh dhana për me i kriju këto dy vepra që besoj i shërbejnë çdo kujt për me ditë historinë e futbollit të Kosovës. Kjo është monografia e futbollit Kosovë 1990-2019, pra 100 vjetori. Natyrisht në ato në fillim ka pasur më pak shënime, por ato që ekzistojnë deri tash janë aty. Edhe kryesorët. Aty shkruan se topi i parë i futbollit ka ardhur në Prishtinë në vitin 1919, kanë sjell disa studentë që kanë studiuar në qytetin Grenoble të Francës, kur kanë marrë pushime, pastaj shkruan se ekzistojnë dokumente për ato dhe kanë biseduar njerëz edhe me njeriu që ka sjell topin Xhakov, ai Dushi në vitin 1924, ai ka punu thonë, se unë se kam ditë atër, ka punuar në Zagreb dhe në një fabrik maqinash të përqepja, ku ta di nuk ka shumë rëndësi, edhe kur ka ardhur në Xhakov, ka sjell një top, ai merret si do që topi ka ardhur në Xhakov. Edhe kështu pastaj Mitrovica në për qytetet e tjera. Atër janë formu edhe ekipet e para, shkruan se Prishtina edhe sot e ka në logon 1922, mirë po ndonjë dokument të shkruar nuk ka, me gjë se thuhet me gojdhana ma vjetër që kanë shënuar gazetarët e shtypit të kohës. Ka ekzistu Gajret, Graxhanski në Prishtinë, kanë ekzistu ma vonë edhe të tjera, por në vitin 1956 Prishtina zyrtarisht quhet klubi futbollistik Prishtina, kur fuzionohen, bashkohen Kosova Prishtinës edhe Radnički Prishtinës. Ato janë dy klube me histori të veten, edhe në një kuvent të përbashkët janë marrë vesh që quhet klubi futbollistik Prishtina, është korriku i vitit 1956. Kështu ka edhe tjera në Xhakov, për shembull, ka fillu Kosovski Maçi, kanë thonë serbisht në atë kohë, shpata Kosovës është formu Pashtriku, 27, Ylli i Koq 45, edhe Vllaznimi diku del me emën 51-shën, 52-shën klubi futbollistik Vllaznimi. Në Mitrovic thuhet Trepça në 32-shën, 1932, ashtu në Prizren, por kryesisht këto qytetet më të mëdha. Me që gjithatë vetëm edhe një sekond të përmendi se para vitit 1945 nuk ka pas gara të organizuar. Këto janë formu si shoqëri sportive, kanë luajtur her pas herë ndër me vetë, po jo me një sistem të organizuar të garave. Pas vitit, në të vërtet prej vitit 1945 e këndej, ka kampionatet Kosovës me sistem garash. Falenderoj shumë për kohën, të uroj shumë shëndet, edhe falenderit për këto dy botime që janë shumë të rëndësishme dhe shumë informuese. Edhe falenderit po ashtu që ndave përvojën me dëgjuesit e Radio Dukagjinit. Sigurisht gjeneratat e reja mundën edhe mësë me të njoft, po informohen, teksa të vjetrat besoj të kanë kujtesë shumica për tyre. Falenderit, kjo monografia thash është përfshin 100 vjet futbollit, kurse ky libri tjetër është Liga Kosovës. Kur ka filluar zyrtarisht. Po, prej 45 deri në 19, jo kjo mas luftës. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.